Kryeministri Sali Berisha premton ngritjen e një parku industrial në qytetin e Patosit. Gjatë prezantimit të kandidatit të koalicionit Aleanca për Qytetarin, Dilaver Kamberi, zoti Berisha tha se ky park do të gjenerojë shumë vende të reja pune. Qyteti do krijojë parkun industrial në mënyrë që investimet e vendit dhe tuaja gjatë 4 vitet që vinë të shumëfishohen dhe të shtrohet ky park në një zonë, në një gjenerator të fuqishëm të punësimit të qytetarëve të Patosit. Berisha ju kundërpërgjigj akuzave të kundërshtarit të tij politik në lidhje me papunësinë. Berisha edhe në Patos nuk nguroi të përmendi ish sekretarin e parë të Partisë së Punës së Shqipërisë Ramiz Alia. Dhe ti, shoku Rama, që nga platforma në platformë, nga shesh në shesh, u deklaron se Shqipëria ka 1 milion të papunë. Thuaja dhe pjesën tjetër, si që thoshte Ramizi, 1 milion të papunë, 1 milion hajdut, 1 milion spiun. Këta s'janë shqiptarë. Ju kërkoni ti për çmoni ata, ju kërkoni ti për baltni ata, por shqiptarët janë njerëzit e lumejve të djersës, mundit, sakrificave, sukseseve historike. Qeveria, tha kryeministri Berisha, do të bëjë gjithçka që me zotin Kamberi në 4 vitet që vinë të shndrojë Patosin në një qytet të zhvilluar, në një epiqendër të fuqishme të prodhimit dhe të shërbimeve më të mira.